Pas shumë vitesh më në fund u takua me Zanën, se me ne keni mi taku. No, Zana. Qysh është Zana? Mirë, Zana, shumë mirë. Për momentin po merrem me rritjen e fëmijëve, i kam bë 4 vjetë e gjys, edhe pak sa, po mashallah, faleminderit. Jemi largu prej medjave, për që ato jemi taku që sa, u buni sheku. A kina i plan me u rikthy? Plane jo konkrete, mirë po që dihet fatit, ndoshta ndodh Më mungon fytyra jote e ekranit. Po thua, ani të që dihet si jetë. A të merrna edhe pak me Nekën se e harrum? Të lutem ju se harruem ta on puna ku e harroj unë dashninë e jetës. Se mi pa me Zanën më të. E di për atë arsye edhe ta lash hapësirën me komuniku. Po edhe unë gëzova që të pash. Gjithë gëzova kushimi. Tregom ne përveç binjakëve që janë shumë mirë, a keni ndaj plan për fëmijë tjerë? Për Zanën. Se kjo pyete shefin për këtë punë. Jo, mjaftueshëm, jemi shumë të lumtur me këta dy që i kemi, edhe po mendoj që është mjaftueshëm. Nëse ne ke don, Jo, nuk ka kjo ne që don e zdan. Zoti lart. Ka dashta 2 mi pas mjaftueshëm. E nxona një krem veç një sekondë, se nxona krimen. Qyria buskuqin këto. kush Nuk e di atë. Sonte u kon natë mes miqve. Edhe kom taku, po e kom pas qyr me veti, se mos më pas me veti gjithë që me ndu që gjithsesi. Po, si do që tjetë, sonte keni natë mes miqve, mes njerëzve që i dojmë shumë, edhe kam taku shumë njerëz të mirë, sonte u kondi natë shumë e bukur, ekstrem e bukur, e për qatë arsye ka ndodhë që ndoni përqafim, dikush që na kena. Ishte shumë bukur, bashku knaqëm, nuk ish marrë malli, ka ku që s'kemi dalë. Që dole të, se na po dalim. Po, e vërtet. Çdo lule? Këto lule kanë ardhur in memoriam për babaun e Nekeut, për babin e Nekit, i cili nuk është më në mesin ton. Ka qenë gjithmonë pjesëtar i Ballos, radio televizionit 21, edhe menaxhmenti krejt organizimin që e ka bo, ka vendos edhe këto lule mja dhuru zonjës Shpresa, vjerës temë për ndryshe, për vjerin i cili nuk është më me neve. Ishte një moment shumë emocionus, si për Nekeun, ashtu edhe për mu që ishim këto. Kur e pam që u thirë emri ti, tham shka ka ndodhë, na ra shumë befasi, po një moment që s'do ta harrojmë asnjëherë. Tash dramatizojmë pak ngjarjen edhe momentin, tregom ç'është do të jetë vera për ty. Vera fatmirësisht edhe faleminderit Zotit që do të jetë mrekulli urojmë. Në fillim për momentin datat janë vetë të rezervume, mirë po këpë thonë më urojmë me mrekullit jetë, më ta kem shëndetin mas pari, se komi martu shumë njerës komi martu, inshallah fytin deri në fund më shkon mirë, e tjerat mandej. Ju dyja keni bë dasëm ajo së të kujtohet? Ne dy kemi bë një dasëm të këndshme të vogël, jo shumë të madhe, mirë po ka qenë shumë kohë më parë, para shumë vitesh. Kemi harru kur ka qenë. Faleminderit shumë për kohën tona, edhe suksese. Gjithashtu. Shihemi inshallah më shpesh. Patjetër. Neki faleminderit shumë. Faleminderit shumë, u gëzova që të pash, edhe gjithmonë ti je një person që liron një energji pozitive kondo që e pret ofër. Që neve na dha një energji të mirë. Edhe ishte shumë spontane, krejt intervista dhe shumë chill. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ciao.